33 ditë në shesh. Shkojmë të marrim atë që ka 33 ditë që valvit një flamur kuqezi. Vazhdim. Of demolition of private property. That's Agron. Çrcika, Albanian. Jo, se emri duhet. Emri duhet. Tash i ke që ditën e dytë që ti me flamurin kuqezi nuk lodhesh duke. Jo. Ë? Me këtë kontribujon sa do pak. Të tjerit me ujë, me diçka tjetër. Unë me këtë jap gjithçka. Ti ke në shtëpi pak gërdec, pak zvërnec? Shtëpi fakt babi merr pension të ulët, pra ajo është arsyeja kryesore që vi këtu. Për pensionin e babit, për ushqimeve që janë shumë shtrejta, edhe shumë arsye tjera se s'po vjen në përmendje. Edhe jemi të gjithë bashkë, përfitori inshallah. A të mundon valvitja e flamurit, të mundon? Fizikisht. Mundo pak. Ti edhe punon paradite? Po shumë punoj, edhe lodhem. Atje të puna, se ka rase po 2 rrugë. Ju se kuptoni punën atë profilin tim, po unë e krej me gjuhën Unë atë pak, që punë e bën paradite? Shpërndajmë ujë, ato bidanat e mlaj. Shpërndan ujë? Dhe është sigurisht është një punë fizike? Shumë fizike, se janë marketet largë. Trafiku, makina që vinë me shpejtësi, se do të kalosh nga semaforin Edhe ka markete që janë edhe me shkallë. Tash flamuri është më i madh apo më i bukur? Flamurin e kam këtu, zemër. Flamuri sa do i madh tjetë, e lehtësoj unë, në fizikun tim, me durët e mia. Unë përlote para disa ditësh kur përmendën emrin në tribun. Çfarë ndjeva? Atë fjalim e kërkova unë, se para 4 ditësh më bon viral, edhe ishe i detyruar për çdo shqiptar. E kërkova unë atë fjalim edhe dola vetë. Edhe unë njeri si ju jam edhe për lota. Do vazhdosh? Deri në vdekje. Deri në vdekje. Deri në fitore. Ajo është. Kush është fitoria më? Tashmorim, pastaj e kam dorë to. Unë kontribuoj me flamurin, s'kam janë të tjerë që kjo misioni im që të kënaqë edhe popullin marshim. Edhe jam zemër. Mendoj që shqiptarët janë preken kur shohin flamurin kuqezi? Unë me thënë drejtën, u bona viral ditën e 26, 25, se më me. Po ato ti ato kishin pas video që nga dita pare për mu, edhe aty unë se di. Gjithë mediat e huaja kanë marrë? Si nuk, ka po përshtypje kjo si nuk më shau dikush. 99% kishin dash. Edhe kjo më ka prek shumë, jam krenar për gjithë shqiptarë. Bravo, unë të uroj vetëm të kesh fuqi dhe të vazhdosh misionin të, se në fundit, kjo është për atë të cilën jemi mbledhur. Po, përfitori inshallah. Dash me ju. Edhe ju logeni mas nesh. Edhe ju falenderojmë shumë, se të shih edhe ju njerëz jeni funditës. Atëherë vazhdojmë misionin. Inshallah me fitore. Faleminderit ju. Faleminderit. Faleminderit.